Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një pastiço me beshamel dhe me spinaq. Për këtë pastiço kam 300 gram makarona, mund të përdorni çdo lloj forme që ju dëshironi. Do t'i zgjidhni vetëm 2 minuta dhe pjesën tjetër të gatimit do ta vazhdoj në furrë. 300 gram të makarona, 500 gram e kemi spinaq të lartë të pastruar, 100 gram e kam djath parmigiano, por mund të përdorni çdo lloj djath kaçkavall që ju pëlqen. Do përdorim shumë pak vaj për të lyer tavën. Dhe për beshamelin kam 60 gram gjalp, 70 grami kam miell, 1 litër e gjysmë e kam qumësht, krip dhe ar muskat. Këto janë përbërësit që do përdorim. Si fillim zgjidhim 2 minuta vetëm makaronat, i kullojmë dhe i lëmënjan dhe fillojmë me beshamelin. Vendosim menën që do përgatisim beshamelin në zjarr. Do shtojmë gjalpin. Vendosim gjalpin që të shkrijë dhe do shtojmë miellin. Pasi kemi shkrirë gjalpin, do shtojmë miellin dhe do ta trazojmë vazhdimisht derisa të skuqet shumë pak mielli dhe të përzihet me gjalpin. Pas miellit do shtojmë edhe qumshtin. Do ta trazojmë vazhdimisht që mos makokrizohet. Do ta shtojmë qumshtin avash avash. Dhe trazoj. Beshamelin e trazojmë vazhdimisht që mos të na ngjisi poshtë dhe mos të kokrizohet. Duhet të jetë i hollë sepse neve do shtojmë spinaqin, por në qoftë se duam ta bëjmë më të trashë, normalisht do shtojmë më pak qumësht. Por në këtë rast nuk është se duam shumë të hollë, shumë të trashë, e duam pak të hollë. Do shtojmë kripën, por në fund mund ta provoni prapë për kripën. Të trazojmë pak që mos na mblidhet në fund. Kur ta përfundojmë që të kemi hedhur dhe spinaqin, do ta provojmë mirë që të shikojmë për kripën. Atë kemi shtuar kripën, do shtoj dhe ar muskatën. Kemi grirë dhe ar muskatën, e trazojmë dhe një herë, dhe avash avash do fillojmë dhe do shtojmë spinaqin. Do ta shtojmë spinaqin, do ta trazojmë, do ta lëmë që të gatuhet paksa me beshamelin. Do ta shtojmë avash avash, tufa tufa, derisa të kemi shtuar gjithë spinaqin. Zjarrin e sobës nuk e mbajmë gradacion, nuk e mbajmë shumë të lartë, sepse nuk duam që të na zëj beshameli poshtë edhe të bet avash avash. Atëherë spinaqi ka zier për një 5 minuta bashkë me beshamelin. Do ta fikim dhe do fillojmë dhe do ndërtojmë pastiçon. Atëherë tek tava kam shtuar pak vaj në fund dhe do shtojmë gjysmën e beshamelit. Do shtrojmë gjysmën, edhe pak. Do ta hapim mirë gjithandej. Dhe tani në mes do shtrojmë makaronat. Tash forma që do përdorni për makaronat është sipas dëshirës. Mund të përdorni të gjata nëse keni qejf, të shkurtra me çdo lloj forme. Do t'i hapim makaronat gjithandej mirë. Nëse doni me më shumë makarona mund të shtoni sasin, po them që kaq makarona mjaftojnë. Do t'i shtojmë pak djath kaçkavall sipër. Dhe pjesën tjetër e kemi për lart. Atëherë kemi shtuar djathtin kaçkavall dhe do t'i shtojmë gjithë pjesën e beshamelit që na ngeli. Do ta hapim mirë gjithandej.
gatuar të gjithë beshamelin. E hapim mirë. Dhe do ta spërkasim sipër me djathtin kaçkavall dhe përfundoj. E kemi gati për në furrë. Të gjithë djathtin sepse do t'japi goxha shije të mirë dhe sipër i jep një krokantesë. E shpërndaj dhe djathtin mirë gjithandej. Dhe e kemi gati. Do ta fusim në furrë në 180 gradë për 40-45 minuta. Megjithatë do ta shikoni vetë. Në furrë në 180 gradë thamë. Pasticcio ka përfunduar, është gati, siç e pat, ishte shumë e thjeshtë, shumë e shpejtë dhe jashtëzakonisht shumë e shijshme. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.